absolutisht asgjë. I ka shkënjyer kjo që ndodhi me Ramën në SBA vizita? Nuk do të më zhgënjë as pak. Jo, ajo që thoni ju është anë tjetër, po ju mendoni që i ka zhgënjur apo jo, se kishin pritshmëri se këtu ishin ngritur nga opozita dhe segmentet e asaj ideja që nuk do shkoj, do vinë ta marrin, jo dosja me Gonigal. Në gjë, kur është shef të dy, në fund shqiptar janë, si PDS, si kur Partia Socialiste. Pak a shumë, kanë pak ndryshim njerëzit me njëri tjetrin. A kupton? Me pa për shkak mediat e majta, me pa mediat e djatha në Shqipëri thoshin që ky s'do shkeli në Washington. Ai e ka korruptuar me Gonigal. Edi Rama. Domthon ka rrit deri aty që ka korruptu njeriu që ka qenë kundra Trumpit, domthon të bëhet time kundra Trumpit. Ka rrit të shtall me Trumpin në takim në Evropë. Edi Rama ka thënë që Trump është rrezik për Amerikën edhe për Shqipërinë, edhe për botën, nëse bëhet president. Edhe dje vje këto. Tash ti më thuj ku është politika sot? Ku është politika? Kur i shef të gjana domthon. Po Trumpi nuk i ka interesuar, i ka interesuar ajo çka qëllimi i tij është me mbledhjet e para me bordin e paqes, që me dalë nështë edhe një organizatë në Kombë Bashkuara, thjesht është Trump. Edhe thotë të kom forcen, i gjaj ata ushtarë si puna e Edit, se Edit s'do kishte qenë pjesë aty. Absolutisht, garantoj me jetë, por dhëndër ti se kjo ka bërë lobim 3 vjet përpara. I ka afruar. Zotni, kur ta afron dikush diçka, sigurisht që thua, ta shoh pak se ç'a po më afron. Ai është builder, ai është ndërtues dhëndër i tij. Po ku shkojnë fitime? Shkojnë të vajza, të familja, ngelin aty. Kështu që sistemi në Shqipëri s'ka për të ndryshuar. As Amerika, as ardhja e Trumpit nuk ka me ardhja e Rams këtu nuk ka për ta mbrojtur për atë që akuzohet Rama, Belinda Balloku e komplet stafi i tij, ato ta heqin prej mendjes shqiptarët. Amerika s'ka për të ndryshuar sistemin. Sistemi ka për të ndryshuar shqiptarët vetë. Por, unë nuk jam me atë që partia thret në orën 6, derisa dalin sala nga Selia, atë fillon protesta me tribuna, me foltore. Ajo nuk protesta është protest. Njerëzit duhet të qenë aktiv vetë me fill dhe padrejtësinë, edhe me dalë qysh njerëz, me blloku rrugët, me pezullu ekonominë, ashtu rrezohet qeveria. Përndryshe del, harxho kot, moshu me gaz, me ujë, në këtë kohë dime edhe asgjë kthesh shpejt dhe të humbë edhe ajo vullneti që ke. Domthon, nuk se lodhen njerëzit, a kupton? Lodhen edhe policia lodhet. Edhe policia, kush janë policia? Policia janë njerëz shqiptarë edhe ata shkret. Edhe ata përballohen me gore, me shkope, ku di gjanë, por kjo është shumë e lehtë me kuptuar kur një popull që ka qenë në diktaturë 45 vite, i është heq besimi ke Zoti. Domthon kur ti nuk beson asgjë, domthon nuk ke një frikë nga një fuqi që është mbi çdo gjë, atë ti mundesh me bësh çdo gjë. Atëherë është shumë e lehtë, domthon ti pak duhet me ashtënguar, pak duhet me dhënua që detyron atë personin mu bë serveli jote. Ti mundesh me bë çfarë dush kur i ke fut njerëz në rresht, i ke një grush polis që nëse humbin punën ata sigurisht ose do ikin jashtë shteti ose nuk kanë asnjë rrugë tjetër. So e shohin thot nëse nuk e bëj punën tamam, nëse bona me krah me protestuesit, atëherë unë humbi punën, humbi bukën e fëmijëve. Po që më bën përshtypje shumë më shumë se çdo gjë tjetër, që si ka mundësi që për 12 vite me radhë
gjithë kjo armatur, gjithë kjo armat, më falë, se thash armatur, gjithë kjo armat e pushtetarëve të qeverive të një pas njëshme Trump që akuzohen, janë dënuar, edhe nuk del asnjë nga këta parlamentarët, asnjë nga këta pushtetarët me thonë që ora, kjo gjë është gabim, po e mbrojnë, tash i do ndryshojnë edhe ligjet me pas domon fush të veprimi që mos me heq as imunitetin, as kush domon mos me jo imunitetin, por një mbrojtëse, vendosin imunitetin. Mos me pezullu nga puna, domon edhe nëse ata domon jep okay me bë vjedhje, me bë çfarë don. Domon çfarë don, edhe me ta ke shtëpia më ndryshme për këtë Sadri, sepse spakun simas shumicës kjo nuk e pengon që të kërkojë mas arresti me burg, arrest shtëpie, detyrim paraqitje, të vazhdoj hetime, pa marrë leje, etj. Thjesht jo pezullim. Interpretimet e konstitucionalistëve janë të ndryshme për këtë. Dakord jam, por okay, nëse prokuroria nuk është për marrë mbrojtje. Okej, nëse Spaku ka provat mjaftueshme që Belinda Balluku atë merret e pandehur, pse nuk ja heqin imunitetin? Pse? Domthon thjesht i përmend Hajdutin, një parlament me 83 me 83 vota të vjedhura, ndoshta që nuk janë gjitha të vjedhura, po se 40% ja japin Partisë Socialiste anyway. Pse nuk ja heqin? Ti përmend Hajdutin. Domthon kjo është e papranueshme në asnjë lloj shteti demokratik. Po çfarë do bëj populli i shtetit? Atë po populli është i nënshtruar. Prandaj po them se kush ka ngel në Shqipëri? Ka ngel pensionistat, studentat edhe administrata. Një pjesë tjetër që janë pjesë, po themi, ushtar ose simpatizant të Partisë Demokratike, edhe ata kanë rregulluar ato punët e veta, domthon në atë kohën që kanë qenë pushtet, dikush ka biznese, dikush ka i kanë rregulluar edhe ata familjarët e vet, edhe mjaftohen me atë. Nuk e shohin masën e popullsisë, edhe socialistët